Të paktën 28 të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza mes tyre gra dhe fëmijë. Sipas autoriteteve lokale në Gaza, të paktën 28 persona humbën jetën të shtunën si pasojë e sulmeve ajrore izraelite në disa zona të rripit Gazës. Agjencia e Mbrojtjes Civile e drejtuar nga Hamasi njoftoi se mes viktimave ka gra dhe fëmijë, duke shtuar se një nga sulmet goditi një tent ku ishin strehuar persona të zhvendosur në qytetin jugor Khan Yunis. Banorët palestinezë kanë përshkruar këto sulme si nga më të rëndat që nga hyrja në fuqi e fazës së dytë të armëpushimit të ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Ushtria izraelite konfirmoi se ka kryer disa sulme ajrore, duke thënë se ato ishin përgjigje ndaj një shkelje të marrëveshjesh nga Hamasi të premten. Forcat mbrojtëse të Izraelit, IDF, thanë se kanë identifikuar dhe goditur persona që dolën nga infrastruktura nëntoksore në Rafaun lindorës dhe objektiva të tjera, përfshirë komandant të Hamasit, depo armësh, objekte prodhimi dhe disa pika lëshimi raketash në Gazën qendrore. Hamasi i dënoi sulmet dhe i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të ndërhyjnë urgjentisht, duke i cilësuar goditjet si shkelje të vazhdueshme të armëpushimit. Sipas tij, 7 nga viktimat i përkisin një familje të vetme të zhvendosur në Khan Yunis, ndërsa sulmet goditën gjithashtu banesa, tenda, strehimor dhe një stacion policor. Në qytetin e Gazës, zyrtarët e spitalit Shifa thanë se një sulm ajror vrau 3 fëmijë, 2 gra në një apartament panimi. Pamjet nga tereni treguan trupa të nxjerrë nga rrënojet dhe ndërtesat të shkatëruara.